të kryetar komune me një listë, si ta themi, qytetare, që ka fituar një pushtet dhe pastaj ka humbur të njëjtën. Ju e dini pastaj fitoret, do thoya sikur të ka përqyra në kuptimin e nivelit, kur zoti Ladrovci, zoti Lështaku do të i fiton të zgjedhjet në Skënderaj dhe ato festat që për mua kanë qenë të llahtaeshme, në kuptimin se pa të tepruar me festën. Njerëzit dalin pastaj kundër sepse kanë projekte politike të tjera. E para, e dyta, që është shumë e rëndësishme filluar të përmendet se ke ideja dikush nga jasharët të bëhet president, në bindjen time nuk i nderon ata. Sepse i bjen që ne duhet ta gjejmë një person adekuat. Kjo nuk kupton që emrat e përveshëm që mund të vijnë nga ata nuk i plotësojnë kriteret. Po e kam thënë edhe diku dhe po e përsëris sepse ashtu më bindjen time është që ne një moshkull ta bëjmë president. Kjo nuk shkon. Kjo nuk mund bëhet, kjo nuk duhet të bëhet. Por sa unë luzimi ashore më shkon. Jo, unë kam shumë kam respekt për Lurin atë me, sepse ai është djali i Adem Jasharit dhe është baba i Ademit që ka qenë student e imi. Unë kam respekt të pashmuar për këtë familje. Por mënyra se si është prezantuar kjo, unë besoj që nuk ka qenë e duhura në bindjen tim. Dhe kjo pastaj e lë edhe vetë familjen Jasharit në një situatë jo fort të lakmueshme. Prandaj, deklarimet e djeshme të Muratit, unë deri kur e kam pa deklarimin kam pas disa hezitime. Por kur e kam pa deklarimin kam menduar se ai pikërisht duhet të jetë presidenti i Republikës. Sepse presidenti i Republikës duhet të mbajë një qendrim që do të qoftë ai. Po qendrim të qartë, të prerë dhe qendrimet ndonjëherë i bin tamam se bin tamam dikujt. Po për te kësaj, ne duhet të kemi një president që para së gjithash është unifikues. Dhe arsyeja pse e kanë përmendur ndoshta familjen Jashari se ne kemi një moment kur klasa jonë politike ka nevojë si kur më parë të jetë dikush që e unifikon skenën politike. Dikush për të cilin zonja Osmani është cilësuar se nuk po e bën të njëjtën. Pra asaj keni ardhur në momentin kur a kemi një president që është unifikues që mund të vijë dikush nga Jasharët në rastin tonë Murati ose zoti Jashari apo dikush që ka një përvojë tashmë 5 vjeçare si kreu i shtetit e që është zonja Osmani që gëzon raporte, lidhje ndërkombëtare, individ dhe kontaktet e drejt për drejta me dikën. I pari s'po dën. Sepse po thotë nuk dua të përfshihem në politikë, a ne po thojmë atim që e përfshijmë politik prej kush, sepse nëse ti thua familja jonë e ruan mos angazhimin, ne kujtojmë se ata kanë qenë pjesë e politikës, edhe kanë marrë pjesë në zgjedhje, edhe kanë pas kundërshtar politik, edhe kanë pas pastaj edhe kanë humbur ose fituar zgjedhjet, edhe kjo është tjetra. Pastaj tjetra, zonja Osmani ka përvojën, ka angazhimin në bindjen time nga këta që po përmenden deri tash, ajo ka shumë avantazhe nga të tjerët. Absolutisht. Po formula e vështirëson, s'po them e pamundson. Ja vështirëson shumë asaj mundsinë që të jetë presidente. Dhe mungesa e mbështetjes në kërkesën nga opozita. Sepse opozita nuk rrin sallë, veç mu përmend emrin i saj ata nuk rrin sallë. E tham bre që 2-3 herë po thojnë. Unë ju besoj shefave të grupeve parlamentare. Dhe prandaj çfarë do të më bë? Do të më gjet dikën që ka cilësitë e Jasharëve, përvojën e zonjës Osmani dhe i kënaqë 3 grupet politike. Është vështirë të gjendet një emër i tillë? Po të thyrësh që është shumë vështirë. Kombinojnë këto kritere. Por kështu do të jetë presidenti i Republikës, unifikues me përvojë që ka një background do të thoya politik, që ka pas angazhime të shtuara sepse mos harrojmë, nuk ka mirë me shkuar me marr zanat në presidencë. Do të më shku dikush që ka një përvojë shumë gjatë në institucione. Do të kuptoj sistemin tonë politik, do të kuptoj marrëdhëniet ndërkombëtare, dinamikat, sepse pavarësisht që posti i presidentit është do të thoya me kompetenca të limituara, sepse po e bëjmë shumë të madh për shkak të që bën atë në zgjedhje, sepse realisht institucioni i presidentit është institucion vërtet me kompetenca të pakta. Vërtet, ku mund të përfshihet që është i rëndësishëm në politikën e jashtme, por aty nuk është krijuesi i saj, është interpretuesi i politikës, e para ku mund të ndikoj, është ndoshta te projekt ligjet, ndoshta te çështja e sigurisë, sepse e zgjedh drejtorin e AKI-s bashkë me presidentin me kryeministrin dhe po ashtu mund të ndikoj te Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor te dekretimi i emrave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Këto janë ndoshta kompetencat të cilat do të mund të themi se ka një rol si ta themi presidenti i Republikës. Po. Zotri Gashi